Duke shënuar gjysmë shekullit për kushtim dhe sukses në industrinë e mjeteve të pastrimit që nga viti 1974, Cadi Cleaning feston këtë vit 50 vjetorin e themelimit të saj. E filluar si një biznes i vogël që prodhonte vetëm shisa, kompania tani ka arritur të zhvillohet me teknologjitë më të fundit për prodhimin e mjeteve të pastrimit. Me rrënjët e saj të forta në punë të ndershme, familja e Cadi Cleaning ka dhënë kontributin maksimal për suksesin e këtij biznesi. Pavarësisht sfidave përgjatë rrugtimit, kompania ka qëndruar gjithmonë në një vizion përparues dhe sot eksporton në 20 vende të Ballkanit dhe në rajonin më të gjerë të Evropës. Fshisën e komplet sefte njerë, një komplet për një shokë në Shkup. Edhe i kom shit fshisën në për pazare. Në për Kosovë, Macedoni kom shit, në Serbi kom shit. Tonë ja kom fillu une me tren, kom shkue, kom ble kastën, kom pane se si përpënuhet, që përpënuhet, kom shku kom ble 500 kila kastë. I kom prue atë kastën, ja kom fillu në shpi. 1974, ja kom fillu me prodhue fshisën e parë të shtëpia kena pas atë depon, atë si fabrikë që shpejtojmë. Edhe kom filluar me vllazni. 2 vllazën, ata e në Ramet Liq, për 1 muaj e gjysmë kanë shkue, me ta kena punu. Unë kom punu e kom lidh fshisën, ata e kanë kep fshisën. Edhe kemi shkue, qashtu të shkue edhe në për pazarë kemi shit atëre. Po kapacitet madh nuk kena mujt me prodhue sa duhet, unë e kapacitet madh musha me shit shumë, edhe i kom thonë tina shokit në Shkup, kom punu me të tani, a i ka prodhu për mu. Kërja ke fillu të i koni vogël atëre ndo? Se ti sovjeti ke pas për kjo të punat. 12 E shaipi ku e kemi zatit në Shkup. Edhe me qitë shokin, kemi quhe kasht shqitë shumë atje, me kamion. Këj kamion e vetë, në kamion të temë, bashkë kena punu. Në për zanatin a ka afru. Ko kena shku në banat me blim material, kasht, imi zatet atje. Të pe atje, tani imi bo shok, edhe tani kemi fillu me punu prodhimin, që boj ke kë, unë e këto e qështa në Split. E që i kisha tjerë punëtur, ata e qështa pe onës, Bujanovs, Leskovs, Niste në Pirot. E qështu i da njëftu edhe këta që nga metë ma shok, familjar. 6-17 vjetë i kom pas, në qatë ku, a kom me lyp dikon zanot, na i na kyç këto, kena fillu me fshisat kashtës, i kena kep në dorë, po atëherë për dorë kashta, një gjilpon e kena pas, një thik edhe pejt, për me kep, qëtu e në kam. Po shumë ka sene me kalzuna me Moratin, unë thamë një pjesë tjetës e kalum me Cadin, Moratin, në shqeqmin pazar. Shumë interesant o konë, e di mi qitë fshisat për porat, u mushketez nga plët, marshe njerëzit o konë, e di një knatësi o konë, me prodhu një produkt, edhe me qitin treg, edhe për shambull shumitës mi a spjegu që ke marrut këto më Felizaj. Nuk blete, nuk prut për dikuj, po kjo prodhuot e na. Tani kom punu me thmi. Janë e se thmija morit, kër e kom marrë maçinat Cadi ka i ka kep maçin. Morati ka i ka lidh maçin. Po dhe i ka shku të në për pazare. E krysha shkollën në ora 12 e gjys, hangsha drejk të shpija dhe hinsha në pënduri. Të shku të mësu zanatin të bo kraj i babës. Kër u do baba me vllazni, edhe pe atyjet e kena kopë, më konë kraj i babës. Prej 12-13 vjeç, unë edhe Morati kemi fillu me prodhimin e fshisave. Dhe kështu kemi vazhdu deri në gjatë viteve 99. Të shku çdo vjet, të shtu ka një makinë, baba dhe kena për pazare, unë e ponojsh aty, Cadi ponojke, u bënë në pare të një pi 20 punëtor, u bënë 25 punëtor, shike puna mirë. Ku e vështirë, o konë se ku e luftës, o konë. Para luftës, bivsh Jugosllavi më ka dje krejt. Shka kemi fillu me djemë.
Për 25 vjetë tek ne, që këj kapital është bo. Unë i kom pas, po mu me djegi shpia të lufta, po si kërket Kosova që u djeg, edhe unë u djega me. Edhe në nëzoni lufta, çka fitova, unë e ketë për te 1999, mu edhe o bo lufta edhe mi djegi kretë. Unë të një kom fillu e 5-0. Jo 5-0, po 9-0. Mas pori nuk kena pos kullën për mi ku, kur me flejt qatë notë. Aja notë, sa arrohet korë. Se konë shumë e vështirë. E po shabovën në unën, u mërzitke. Në vllaznia që ashtot, ka mja njësë shka me bo. Në kësham, flerimi koni vëgën, e mledhe baba mu e codit. Mja njësë me qëto fursa shka i kemë. E këthënëm edhe atë kohë, kër e ka njësë baba 1974, që ka bo fshisën e koshtës me dorë. Na ka pështu vetëm një maqinë, që ka qenë maqina që i kip fshisat, dhe në vitin 2000, kur kemi fillu na prap prodhimin, prap filluam që të prodhojmë fshisat koshtës, që janë prap me dorë manuale. Tani kena punu edhe qetka. Edhe njës disa lloj brushave kemi prodhue, edhe disa lloj fshisave të plastikës. Dhe filluam tregtien me Turqien. Në ato kohra kur na filluam kanë qenë shumë pak pare që na kemi fillu tregtin. Me ato pak pare ne shkum Turqi, blej të madh me kese, dhe erdhëm me autobus u kthym prap në Ferizaj. Kërkesa që ka qenë në atë kohë për produkte ka qenë shumë e madhe, po kapaciteti për me blej ka qenë e pamundur na me blej shumë sasia e madhe me bë tregti. Edhe ne filluam me 2 ose 3 kese mall që blejtëm në Turqi dhe filluam rrugtimin kështu. Çdo javë ka qenë një udhëtim në Istanbul, prap më kthy në Ferizaj. Dhe kështu ka fillu rrugtimi çdo javë, derisa na e zgjerum edhe prodhimtarien në shtëpi që prodhojshëm në atë kohë, edhe tregtien me Turqi. Tani djalin e dytë, Sadin, e kom quhe në Kinj. Me djalin e vllavt kanë shku në Kinj sev të këta. Edhe kanë shku me një panaher, ky s'ka desh me shkue, bov shka me shku se pare s'ke shumë. Thash bove shko, se duhet me pas kontakt edhe meq, me nëzonë, se me herë na nuk muj me pa njoft edhe me punu. Djali s'ma prish edhe ka shku. Edhe më lajmëron pe atje, djali vllanë, thot Gjevati, thash, a keni mri mirë, tha po. Thash, Sadi ku, a tha, Sadi është 5.000 kilometra, tha pe meje. Atëherë drejtëm ju kalzue, une u belgjosa shumë, e thash e hupa djalin. Për biznis. Tani, une nuk kom flet gjithë natën, s'kom flet gjithë ditën, u bona vetë vete dyqysh e hupa djalin me kasën e pështova për luftës, edhe hupa për pare. Mas një javë dite, më thasin telefon, ishin zatetën i ta me djalin e vllaft, tha, bab, qëshin i tash mirë jo. Jo, qëshin i ta mirë. Tha që tash ma keni qëtësu tash zemrën edhe shpirtin. Zatet atërë jëmë shnoshe, për thëmë Zotit Gjeleshanu i këm lutë, që e djali apet. Pe aty djalin e dytë e kom qu në për rrugë. Edhe mos që më tut për tina se ku ka shku. Por, pasi u ktheva nga Kina, e po që është domosdoshme vizita të blerësit, të klientët, të furnitorët, është domosdoshme komunikimi, furnizimi më kanë shumë më stabil, edhe unë zgjodha rrugën që udhëtimi të jetë më i madh, udhëtimi të jetë më i shpesht, udhëtimi të jetë si fokus i rritjes së biznesit, ato e dëshmojnë edhe 13 pasaporta që unë i kam të mbushur komplet,
komplet 13 pasaporta janë mbushur si në Evropë, si me Azi. Këto dokumenta dëshmojnë që na si me ndonë asnjëherë. Për gjatë këtij rrugtimi, unë kisha më falendëru komplet familjes. Po, një falenderim të veçantë e meriton edhe gruaja. Aja e ka përjetu me mua, sepse shumicën e kohës unë s'ka mujt me qenë shpe, që jam falenderu shumë ndaj saj, për kontributin që e ka dhënë dhe për durimin. Ndërkohë tani u fokusonon vetëm në prodhim. Artikujt që fshisën e kashës do trasa që kena bëm, pa luktëve që janë nisën, mas luktës mo të hek pi tregut, nuk i dëshin konsumatorët edhe u dëshëm na me qitë shka po lyp tregu. Gjithat pi fshesës deri në gjaker, deri në kofe, deri të shku ti përfesu artikujt në bu ma profesionale që i lyp ke tregu. Gjatë këtij rrugtime të gjatë dhe shumë sfida nga familjarët e mi, kam pasur rastin që edhe unë të jap kontributin tim, që nga mosha 15 vjeçare kam filluar që edhe unë të angazhohem dhe të jam një kraj fort për babën dhe 2 vëllezërit e mi, në mënyrë që të jap edhe unë kontributin tim në biznesin tonë familjar. Pe fshisës dore që kemi punue, thash këna orë te maqina. Thash që kompletën e maqinën, mekanike, sa dhe ka matë maqinë, nuk ka mo prodhim të ri për më prodhue për fshisë mo. Aja fshisa erë të orë të hupë. Mo fabrika s'ka që prodhue diçka ekstra, si që tashtë që ka ndalë digitale. Kompania jonë në dekadën e fundit ka pasur një zhvillim të hapshëm, fal investimeve në teknologji dhe krijimin e produkteve të reja. Duke u rrit kompania, duke u zhvillu kompania, janë rrit edhe detyrat dhe përgjegjësitë e gjithë secilit. Andaj ne edhe kemi filluar edhe mi ndo përgjegjësitë, janë rrit kërkesat e konsumatorëve, është dashur rrit edhe prodhimi, kapaciteti i prodhimit, dhe ne kemi kaluar me një fazë të evoluimit. Fabrika jonë tani ka një kapacitet të madh të prodhimit, ku 60% e prodhimit është i dedikuar për eksport në mbi 20 shtetet e vendit, rajonit dhe të Evropës. Djesë ma kanë frish korë, drejtë më të kalzue, po ta të 3 djeltë unë i kom për thëmë, është një kanop, nyje, 3 nyje janë të lidhë atë. Nuk ka shansë dikush që mund më me zgjidhe dhe më me prish, posta mund me prish.